Ne si kryetar të këshillave, afër 5 vite nuk kemi kompenzu, mirë po kryetarët e këshillave gjithmonë kanë punu edhe kanë vepru në komunitet atje edhe ku kanë qenë të zgjedhur, mirë po edhe në bazë kërkesave të tyre, të shpenzimet që kanë pas nevojë për me zhvillu aktivitetin e tyre në mënyrën më të mirë të mundshme, komuna nuk pat gatishmëri me i kompenzue 5 vite në radhë kanë punu edhe kanë vepru me shpenzimet të tyre që unë mendoj se kjo nuk është e drejtë. Një kryetar këshilli është i zgjedhur nga komuniteti me votën e qytetarit, prandaj edhe në kanë zgjedhur edhe me vendimet e vendit komunal. Po kemi kërkuar edhe kemi pas takime me kryetarin e kaluar, kemi pas kryetari me kryetarët e këshillave takim. Në takim u bisedue, me qenë se decidiv në ka thonë se njete ka për duhet të zgjidhet vetëm forma edhe mënyra e kompenzimit që ka qenë një pjesë e kuvendit komunal që ata u dashtë me zgjidhë. Do më thonë, kur është lyp nga kryetar, kanë dorëzu kompendimin bankar, do më thonë kanë dorëzu edhe detën e kopje, kemi quë që jemi kryetar zgjedhur me vendime, se u dosh që ashtu një dokumentacion bazë, po edhe pse i dozum, kur nuk pati përgjigje pozitive edhe që ashtu atë mbeti e pasë. Po kjo njëre na ka befasu qysh komuna u thirë në kohë që kryetarët e këshillave nuk mune me qenë kompenzuar, nuk mune me qenë kjo për neve edhe pse thirën ata në disa ligje është shumë e papranueshme. Se neve në ustonë decidiv edhe në takimet që kemi pas në Prishtinë, kemi pas në avokatin e popullit, neve na u kanë thonë, edhe rregullorët e Ministrisë së Punëve të Brendshme, edhe pushtetit lokal, që mi kanë dërgu. Kërkun nuk kanë pas që ka pas pengesë për kompenzimin e kryetarëve të këshillave. Komuna jone ka gjetë atë, unë po befasohna, ku e kanë gjetë atë rregullore, edhe pse 11 komuna nuk e di sa Kosovë i paguajnë. Nëse ka leqe rregullore e shtetit, çaj ligji shtetit që ka ndalu kompenzimin e kryetarëve, ta shtrohet pyetja e ato komuna si kanë vepruar në kundërshtim me ligjin që i paguajnë. Ose, e thonë edhe një, tash folet e përfolet se kryetarët e këshillave me i kompenzu me ka 50 euro. Tash, kush po e shkel atë ligj? Po nëse është çaj ligj që e ka ndalu kompenzimin e kryetarëve, po që s'mundesh as 1 euro me ia dhon kryetarit këshillit. Edhe nuk mundesh as 50, edhe kryetarët e këshillave nuk dëshirojnë as 500, po është një rregullore që e përcakton shumën se sa kryetarët e këshillave për 6 seanca brenda vitit duhet me qenë kompenzim. Po na edhe për kundër kësaj, nuk kemi reaguar për këtë çështje, po na kemi reaguar për pagat ose për kompenzimin e kryetarëve në 6 seanca brenda vitit që nuk e kemi përjashtuar mundësinë se sa ka me qenë ai çmim edhe aty në këshillave. Mirë po, absolut nuk kemi marrë kur një përgjigje pozitive. Edhe pse, po du me theksu edhe këto, kur kemi qunë Ministrit Financave neve atje, kur kanë shku kërkesat tona, ka qenë një gatishmëri. Atëherë kryetari atëherë nuk e nënshkrujti atë çështje për kompenzimin, kështu që besoj edhe sot dhe asojtiti kur nërë nuk kemi marrë përgjigje nga komuna, arsyeja pse. Po është e vërtet se tash kryetarët e këshillave na kemi shkuar hap mas hap. Nuk kemi as nuk dojna me provu një problem komunitet komun, po bazën ligjore kemi me njek deri në fund sa i përket pagave të kryetarëve. Se na gjithmonë lypim në një bashkëpunim, po ky bashkëpunim duhet me konë i ndërsjellë, duhet me konë i dyanshëm, si nga komuna si kryetarët e këshillave. Jo veç kryetarët e këshillave me bëj punën e tyre, komuna kur nuk i përgjigjen. Unë po them tash si njeri që kryetarët e këshillave i njoh se jemi shoh gjithë so punojnë në komunitet. Kur e shoh komunën që në aksion kryetarët e këshillave kanë ndërmarrë në komunitetin e vet me 1 euro ndihmë nuk ju ka dhënë. Na i kemi rregulloren e punës të kuvendit
që e din mirë ata qysh do të me qenë bashkëpunimi i drejtorive, i drejtorive me kryetarët e këshillave. Kur njëherë nuk na u kanë përgjigje, edhe sot nuk na përgjigjen. Prandaj, hapin që e kemi ndërmarrë me avokatin, e kemi pasë një shterë se kryetari i komunës nuk na ftoi, që e ka obligim mbrana 6 muajve mu taku me neve, nuk e boni, e angazhum avokatin. Avokati tash ju ka drejtu kuvendit komunal me kërkesat tona, edhe përgjigje nuk ka marrë, presim që të merë, edhe në bazë të asaj përgjigje nga kuvendi komunal na ecim tuti.